Se kur ecë ti qatë shumë edhe më rini koder ose një malë matë në altë edhe të ktheta i vetë besime edhe thu, o në muj mja do njët. Njëherë ka qenë Ariu, ne kena pa, Arushën e madhe, që ajo ka qenë pak sfiduse për neve, se kur më thëshin mu dalin Arush, ato në mendojsha që po më friksojnë. Me qarës. Po relaksojnë pak edhe bashkëbisedimin, po këthejmë pak tek ajo pjesa e angazhimit tëndë. Ty merresh edhe me sporte ekstreme. Tregon pak çka të ka shty me i zgjedh sportet ekstreme, me njerë pas krejt kësaj sfide që ke kalu? Si më ndodhi aksidenti, tërë kohën që ndrojsha në shpe. Do më thonë, nuk ju marrë me kur gjohë se për shkak të trajtimeve, për shkak të lëkure, se nuk kom pas guxim me dalë në qytet, mu balavacu me njerës, si një femër, sepse ne femrat jena matë ndishme, jo e kemi atë pamjen që është po doku matë rëndësishme. Tu shiku disa faqe në Instagram edhe pesho një klub i hikingot edhe ata u mërshën vetëm me hiking. Edhe i kontaktova edhe dishta kom pas qef shumë u marrë gjithmonë me sporte, po jo specifikisht sportet ekstreme. Edhe hajta shkoj, të liroj pak vetën, të njoftoj njerëz të ri, edhe nështë nuk më paragjikojnë për ftyrën. Edhe kur shkoj në ditën e parë, se ata e kishin organizu një guid via Ferrata, atje ka Peja, ka Boga, edhe unë thash hajt shkoj, edhe qash mirë kalova me ata djemët, se kanë qenë kryesisht të djemët të asaj klubet, qash bukur kalum, sa që më propozum më thanën hajde prap. Duke shku prap, edhe u bona antare ati klubit. Duke punu qatë shumë e ta, më bënë ndrejtorisht marketingot. Klubi ka qenë me emrin Living in the Moment, ka qenë shumë periudhe bukur, edhe jo mi një ose ndaj atyre djemëve që më ka nejtë shumë afer, mi ka mësu shumë dë taktika, se sportet të dojnë atë farë taktika, ti kanë edhe ato senet ma që do të mi ditë, për shkak se mundeshe me riziko edhe jetën, janë kujdes shumë për mu. Ma ndej shkoj kjo qajo periud, na e patëm edhe si form pune. Fillu me organizu gujita, me bo ngjitje, me bo via Ferrata Climping, edhe ma ndej shkoj vishtu u forcu klubit, u angazhu me senet të reja, me vizitat personave të huj që vishën direkt vetëm për me bo një eksplorim të Kosovës, na kontaktojshe, nuk o ndjenë shumë e mira ajo periudhë. Edhe me siguri ka qenë një kthes pozitive për jetën tënde. Ky vendimi që e ke marrë me shku me u marrë me një sport, që për dikë mundet me qenë goxha motivues, ka qenë sigurisht një kthes e madhe dhe pas kësaj edhe që ke punësu edhe ke vazhdu jetën normalisht. Po, sa i përket karakterit tënd dhe vendimeve tua, a lidhen bashkarisht njëna me tjetrën? Po, unë jam tip shumë i gjallë. Me gjithë shka që ka ju marrë njetë, ju marrë, one pse kom dasht, jo që ju më imponu, ose prej na i dëshirës, qoftë prindit, qoftë dikujna. Unë e kam kry qashto që qka të më pëlqen mu e bëj. Normal, e mendoj të mirën tem, të mirën... S'kom qef edhe milën du familjarët. Se të kjo sport, babi shumë e kish frikën që mu sport zona, se këgja kemi hyp në për kombinje shumë të naltë. Edhe ma ndej, u mundesha mi thonë, ju, si jom veqon, mja lullu pak. Da fina luftarake. Po. Po a mendon që edhe sfidat cilat i përjetojmë gjatë jetës, ato na bojnë ma të guximshme, si tash sot që shje? Po, pa tjetër. Pa tjetër edhe, unë e gjithmonë them, çdo njeri do të mu marrë me sport, bili me hiking, mos mujt me kur gjon bili me hiking, se kur ecë ti qatë shumë edhe më rini koder ose një malë matë në altë edhe të ktheta i vetë besime edhe thu, o në muj mja do njët. Se ti thu, wow, qëfar ecje bona, qëfar arritje në shkumbin kum arrit edhe ma ndej do këtë që peqen atë lamurin e bardhë. Qash mo do këtë që kia të vetë besimin. Po, mas gjitha saj sfide që ke kalu, automatikisht ke fillu me u marrë me hiking, edhe ka faza ato ngjitje që janë pak ma të vështira. A ke pas një moment, për shembull, që je friksu, ose ke thonë, hej, mos po rrezikoj shumë? Jo. Njëherë ka qenë Ariu, ne kena pa, Arushën e madhe, që ajo ka qenë pak sfiduse për neve, se ishëm për herë të parë
u ballafaqu me diçka të panjohur më parë, se kur më thëshin mu dalin Arush, ato në mendojsha që po më friksojnë. Këta djemë kam pas ma shumë Çish reagove në atë moment? Në atë moment mu ka kujtu një fjallë e babit tem. Ma ka bo Arush nëse rasisht ta kanë diçka në këtë rast Arush ose diçka, atë kafshët e egra janë të interesu ma shumë me të marrë ushqem. Do më thonë, atë qantën që e kom pas, veç e kom ljonë, edhe kom ecë ka daldale. Edhe mandi kër im shku një 10 hapa ma përpara, ajo Arusha u ullë edhe ka qela atë qantën, edhe ka marrë sene që ka ju ka dasht asaj me ongra që po di, me që konë shumë e frekshme ajo pjesë. Se mandi ish problemi që na e organizum guidën, po ne se kemi planifiku që mujna me na ndoni një gjë ka që panjorat, malë, ndodhin çdo herë.